koshere jetash? Sash për momentin I kemi 85. Mu mirë pritje dhe bleta. Me sa koshere ke Kom fillu me një koshere. Që dhe një lulje shumë e veçantë, po e shumë si lulje e mjallë dënëse. 35 ore është viti 3 që kultivojna, është bima facelinës. Bletat kishin fillu me kriju mjaltën, me vendos dyllin, vijat. Se nuk e kom ditë që kam lokacionin që I përshtatet bletarisë. Ramje, ngritje, fitime, humbje. Karakteristika I thë largohu me kamerë se bleta nuk e dën teknologji. Jo, nuk e dën teknologji. Bleta nuk e dën aromen e parfim, po nuk dën me dalë për para, nuk dën me kam besa nervoz. Nuk e kanë ngjyrën e zezë. Jo, ngjyrën e zezë nuk e kanë qef edhe kur t'i plesh, është e verdha dhe e bardha. Që ato tetë kom pas humbjen më të madhe. Po më të koshere. Po më ka dok që u rrotullu gjithçka për ato 8 koshere. Ishin tepër të dhëmshme. Sëmundjet më të rëndësishme. Varroa. Si luftohet? Preparatet e miratuara kundër varroas, për shembull acidi oksalik, acidi formik, timoli, përmirësimi I higjienës, ushqimi cilësor, parandalimi, zëvendësimi I kornizave të vjetra dhe trajtimi lejohet vetëm sipas rregullave veterinare të vendit. Peni gushtet, fillon kalendari bletaris. Polenin kryesisht janë të e përdorur tash me thënë ashtu si protein. Këtu po e shoh është qumshti. Qumshti po. I bletës është produkti më I shtrenjtë, është produkti më I rrallë që nxin sasi shumë të vogla. Shumë të vogël, po shumë shërues po. Edhe propolisin, ka një shije interesante shumë është djegës, është herba. Unë po shumë klienta mendojnë që mjalta që kristalizohet, prishet, nuk e la krejt të bletat për mjalt, gjitharia është shumë e kushtueshme, është shumë e shtrejtë. Për informacione më të hollësishme në sektorin e bujqësisë, çdo të diel nga ora 17:40 Fara, emision me Dafin Millaku.